Nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri është kundër përgjigjur deputetit Faton Peci, i cili ka thënë se LDK-ja është shoqëria aksionare e privatizuar. Para vazhdimit të seancës së sotme, Aziri ka thënë se LDK-ja asnjëherë nuk ka ble bari të riqave në vend të zvendësimeve të tjera. Sipas tij, Peci është prej atyre njerëzve që e ka shfrytëzuar LDK-n për interesa politike. Njerëzit që dalin prej LDK-s e që nuk i marrin vlerat me vete, së paku duhet me i marrë kujtimet e mira me vete. LDK-ja asnjëherë nuk ka ble bari të riqrave në vend të zvendësimeve të tjera dhe nuk ka fliq politika me situata të tilla. Kështu që ju kisha lutur me qenë shumë të kujdesshëm në këtë raport. LDK-ja është institucion politik ku shumë njerëz janë rritur dhe edukuar politikisht, por ka shumë të tillë që e kanë konsumuar LDK-n, e kanë shfrytëzuar LDK-n jo si trambolin politike, por e kanë ngërryer LDK-n për motive politike, ka thënë Aziri. Ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci ditën e dieshme e cilësoi LDK-n një shoqëri aksionare, edhe pse ajo është forca politike nga e cila ai e ka nisur angazhimin e tij në politikën e Kosovës. LDK ka përshtypjen që është ndërruar në një shoqëri aksionare, sikur është e privatizuar dhe varet se çka thonë aksionarët. Duke qenë se kam qenë një kohë të gjatë pjesë e LDK-s, ajo në të cilën është angazhuar LDK-ja në të kaluarën nuk ka të bëjë me këtë sot. Imagjinoni nëse ndjeket ky diskurs i LDK-s, ku refuzohet zhbllokimi i kuvendit dhe institucioneve, tha Peci.